Mëngjesi së premtes nisi me tone të qeta në studion e Wake Up. E ftuar në rolin e prezantueses, Egli u përball me një sëri mesazhesh të ardhura nga teleshikuesit, të cilat Blendi i lexoi me zë të lartë, fjalë pozitive, komplimente dhe mbështetje të sinqertë për figurën e saj publike. Pikërisht pasi komentet e bukura u lexuan një nga një, Blendi i bëri një pyetje kyçe. I lexon komentet? Si të bëjnë të ndihesh gjithë këto reagime? Egli Tako ju përgjigj. Janë të rralla momentet kur unë ndihem keq që jetoj në Shqipëri. Nuk kam frikë ta them këtë edhe nëse gjykohem. Por po, ka momente që realisht ndihem keq që jetoj këtu. Jo sepse marrim këto komente që marrim nga njerëzit, apo njerëzit mendojnë që nuk është një fije ndarse midis të shprehurit të mendimit tënd dhe të ofenduarit dikë. Këtu ka një ndryshim të madh. Më pas ajo tha se njerëzit mendojnë se të pasurit të drejtë të shprehësh mendimin tënd të lirë, ti mund të ofendosh dikë, ta bastardosh, ta degenerosh. Ti ke gjithë të drejtën e botës, është mendimi jot, absolutisht jo. Arsyeja pse më vjen keq është për faktin se nuk mbahet përgjegjësia e duhur, sepse njerëzit mund të jenë të çfarëdo lloj klase shoqërie, të çfarëdo lloj formimi, dhe aq kanë dhe aq bëjnë. Por përgjegjësia që duhet të mbahet nuk është ajo e duhura. Më pas Egli tregoi se unë vazhdoj të besoj tek shteti, tek drejtësia, dhe sërish besoj se Shqipëria ka premisa për të bërë një vend më i mirë, me produkte më të mira dhe njerëz më të edukuar dhe më të mirë. Sigurisht që Egli në këtë pjesë u tregua shumë pozitive. Më pas, lidhur me komentet, ajo vazhdoi. Për sa i përket komenteve, jam mësuar. Domethënë kam ardhur në një pikë që komente nga individ të caktuar, që unë se di kush janë, nuk ndikojnë më në jetën time. Ajo që nis të ndikoj është kur këta individ të panjohur marrin peshën për të qenë një referencë për në media, një portal të cilët janë të regjistruar si biznese në shtet. E këta duhet të mbajnë një përgjegjësi shumë të madhe për fjalët që nxjerrin nga goja dhe titujt që shkruajnë, dhe ne sigurisht i japim plotësisht të drejtë Eglit. Jo çdo kush mund të shkruaj si TV përmbar. Egli më pas shton, unë jam rrahur shumë, u bë një vit. Në dhjetor bëhet fiks një vit që nga momenti kur unë jam futur në Big Brother, dhe gjithë kjo pripetësia e daljes së komenteve dhe lajmeve, kur nuk kam dërguar një mesazh kundër dikujt qoftë kërcënues, nuk jam marrë fare, zero. As nuk jam drejtuar në organe kompetente apo ligjore. Por dje ka qenë hera e parë që kam ndërprerë xhirimet e mia, se ja kisha vënë vetes kusht, po pres edhe një që vërtet ja vlen për t'i dhënë një energji në për seanca gjyqësore. Sigurisht që Blendi e ndërpreu dhe i tha ke fjalën për një titull artikull, dhe më pas Egli vazhdoi. Dje është kaluar çdo lloj limiti që cënon moralin tim, karakterin tim dhe të drejtat e mia. Shpifje dhe mashtrime shumë të rënda që nuk mbajnë përgjegjësi askush se çfarë shkruan. E kjo vjen nga një media online që është e rëndë. Është bërë një gjë për klikim, pak rëndësi ka se çfarë i shkakton ti personit me ato shpifje që shkruan. Kjo ishte hera fundit që të lëroj, përfundoi Egli.